Ka Bea Befana ndoshta këtu? Mamma, vedi papà. No, non sto vedendo niente io. Do të pres. Ti vedi Johnny? Do të shikosh ti Bea? Ku do të shikosh? Un po'. Te balkoni? Prima lì le scale se c'è qualcosa. Prima e qua. Come c'è? Ma quindi è lì da stamattina e non l'abbiamo vista, Bea? Tregoje Bea, tregoje pak. Ma edhe lodrat ka pru. Beti, grazie. Faleminderit. Faleminderit sepse është ajo Befana shqiptare. Dillo, faleminderit. Ora bacino, bacino. Qua, sta parati. Ma se le mie tette. Poi Bea? Non mi guarda, c'è? Tregoj këtu? Polaret? Jo? Çokolat me kështu. Ah, okej. Sono i papariti. I që? I polaretti, Bea. I ghiaccioli. Carbone. Ah! Quindi che sono bravo, Bea. Ai, Bea. Secondo me a questo punto la Befana ha visto che ci urlavi tu. Ma no, questa è oggi, non è ieri sera. E questo? Questo è oggi secondo te. Ma io voglio provare. Non sei alto? Dove mi hai messo un po'? Ma non ho capito. Anch'io no. Se no sei. Carbone? Buono. L'hanno fatta la brava. È buono. Non hai fatto bravo? È buono. Sa s'paska puti o Faccio vedere che a Beatrice? noi un kinder. Do japsh edhe motrave pas. Qua? Po. Onda haj këto gjitha. Haj. No, tutti no. Tu mangi questi. Po bën çaka, mami, po bën çaka. Grazie. Si ka fa mami me hunger? Hajde, më gjitha të gjona të sjell. Ka qenë shumë bravo. Mirë? È orecchino. Però Basta? si vede che gli ha portato il carbone. Un az. Nai. A Bea, tregoj edhe oren që ke blej dje. Oren, jo nazën. Ja. Vath tjetër. Të marrim gjakun. Shtëmet ta grush në frutën? E procedurët e tjera do i vazhdosh me doktoresh. Tani do regulohet apo Tani ta kon ti po zgjidhje. po tani për Çam ka bot natë nuk e ndrysha. Po të shihni gocë natë në klasë flishe. E sti, s'ka të hapa e shina dhe të mbarë këndima të E po tani ajo është që ideja. Lo so che niente, il risultato. Se ti tiene il risultato. Po, Sa ku të bëhet natë vërzotit ka që më kërëshe. Përshëndetje doktoresha. Sot jemi në klinikën Kate me zotin Rushi. Ah, zoti Rushi. Po. Po, zoti Rushi. Për çfarë keni ardhur ju të tre? Po marrë sot për do pjesën e plazmës në kokës, të plakët e gjatë. Është seancë të re të gjatë. Shi trajtim sigurisht insiston në marrjen e servicit të gjatë të pacientit, pastaj të gjatë të disa militare që është plazma, e pastaj me një flok të shpirtit. Zonën e skarpit të flokut të kokës. Sigurisht ideja është që ne këtë flok, këto bulbe që kemi transplantuar të ushqejmë, në mënyrë që të kemi në të ardhmen një flok më të shëndetshëm. Po si ka ardhur kjo, do të në kuptimin që si rushi e i lezetshëm, i këndshëm, Mami, ca. i vogël në është, kështu ka ngel telefon. Gati e? Po, Mirë jenë, se po t'i injektoj. Mirë, se po të kishte gjetur kishte bërë.
Ne këtu jemi me zotin Hysni në klinikën Kate, por që do t'i drejtohemi gjatë gjithë kohës me emrin Rushi, sepse kështu është pseudonimi i tij dhe kështu e njohin të gjithë. Kështu që edhe për publikun do jetë zoti Rushi. Tani na thuaj pak si ndihesh që po bën për e flokëve. Nga shumë mirë. Nuk ka, janë ndihmje durueshme, nuk janë si ka ndihmje shumë të forta. Shumë të duron. Për shumë njerëz që bëhen kurioz, dora doktoreshës është e lehtë apo? Për mua është e lehtë. Okej. Pra ti s'po ndjen asgjë. Jo, fare. 10 me yll për doktoreshën. Nesër në darkë, si duhet ta lash, do e lash nesër në darkë. Adeku? Dhe kështu funksionon në një logjik sa që do injektojnë plazëm apo dhe vitamina, për 24 orë dhe para post trajtim, proku nuk lash që të kemi një observim sa më të madh të produktit. Adeku? Atëherë guys, ne tani po hajmë brek. Mbas dite do kemi një mini intervistë me klinikën gjithmonë. Babi ka bë PRP për flokët, do më thonë ka bërë plazmen. Edhe në këtë ditë do bëj edhe në dytë. Nasoj që nesër. Nesër në fytyrë. Sepse do bëj plazmën. Por do të bëjmë edhe një trajtim tjetër për zona poshtë të syri, pastaj nuk e di, por pastaj do ju marrim gjithmonë me vete, edhe do ju tregojmë çdo gjë. Çdo gjë, avash. Mami e ka marrë shumë veten, do me thonë që hec. Dje kemi shkuar tek daja mamit në Durrës, kemi njët aty për darkë, u kemi këtyra nga ora 1 në Tiranë. Edhe se do shkojmë prapë me station. Unë Eleni edhe kushëri Rion që do të bëjmë disa gjiro në Durrës, sepse këtu po lodhemi pak, do me thonë, na pëlqen kur dalim, por me një gjithmonë këtu të Ringu, të Lodër me Beatricën, pastaj po jemi vetëm, do me thonë që nuk kemi shoqëri. Ma që bullying. Po, por kemi gjashkuar tek bullying dhe asgjë. Edhe jemi shumë të lumtura. Ma possono andare pure i bambini di te. Po. Është ora 1:30 tani, edhe po presim paninë. Çfarë ke marrë ti me hor? Crocchette, patatine, panino, cotolette e maionese. Kam haru me marrë majoneze për Beatricën. Pastaj, atje në Itali ka fillu shkolla për ne, por sot, por ne jemi këtu. Fare festa, ai convivi, no? Parti 5, clap your hands, 3. Bea, ai me shkronjën aty, është i joti, ai me shkronjën B, aty. Atëherë, jemi këto që do bëjmë interviste me doktor Skerpin, edhe shikoni veshën tonë. E kemi pas vesh edhe para disa vitesh për të bërë disa TikTok. Shikoni sa bukur e kanë rrugluar. Është super, edhe mezi po presim, do argëtojemi shumë, edhe pse edhe Eleni kemi organizuar diçka. Ok. E poi questo cast un po' particolare perché me l'hanno preparato i miei figli e lo devo leggere perché non capisco perché. Ciao a tutti e benvenuti in Stacy e Lenny. Take 2, ciao! Ciao! Tu mi hai chiesto una mano, no? Perché chiesto una mano, ma hai dato il piede, mi hai dato. Vediamo un po'. La mia red flag invece è che sono un po' troppo permalosa. Ora prenda tu. tani është strada mamit edhe babit. Jeni gati? Shikoni sa bukur. Ok. Siamo in Roma, è conosciuta lì,
si janë lidhur me njëri tjetrin, si janë arritur me njëri tjetrin, si kanë rritur njëri tjetrin. Atëherë guys, sa mbaruam Kate Cast dhe tani do të shkojmë në Durrës tek kushëri jonë edhe tek daja mamit. Asgjë, atëherë u kemi argëtuar shumë, besoj që ka qenë intervista më e bukur. Edhe pse ka qenë një gjë shumë spontane, nuk di si ja shpjegoj, ishte më vërtet super e bukur. U kemi kënaqur të fol me doktorin, edhe pse më vërtet dum shumë fortë. Edhe asgjë, po vjen pak shi. Dhe tani është radha mamit dhe babi, do të thonë që tani podcast Kate Cast po e bëjnë mami edhe babi. Edhe është intervista e parë që po bëjnë mami dhe babi, edhe besoj që do argëtohen shumë. Edhe sepse do të falim, asë gjë do të falim. Por do të folim për Kate historinë e tyre, si u kanë njohur, si kanë arritur deri këtu edhe kështu gjëra. Edhe do argëtojnë shumë, do shpjegojnë çdo gjë, si u kanë lidhur, si u kanë feju, si u kanë martu, por si kanë arritur në Itali, ose pse babi ka jetuar në Greqi. Është një histori shumë e veçantë, shumë shumë interesante. Edhe kur do dali pastaj do ju themi edhe në stories në Instagram. Kështu që po nuk na keni follow, shkoni na bëni follow që do ju lejm linkun poshtë tek infoboxi. Më falni por kam singjutsu. Edhe asgjë, të gjojemi ma bon. Ora shkoj 8:57 minuta. Edhe asgjë, kemi një të ty jam këtu ujti nga ora 6 besoj 6 ishte 6 kemi folu, kemi argëtuar shumë asgjë, tani do rinë edhe mami dhe babin aty besoj 1:02 Beatrice aty të ngjiu asgjë, super e bukur. Edhe e falenderojmë shumë doktor Skerdi, edhe fëmijët e ty, sepse i kemi edhe pastaj i përgatit një lojë, edhe kështu që kemi argëtuar. Shikoni se është situata në Durrës, po, ka dalë krejt ujti. Ajuto. Okej, mbaroj. Shpresoj mos ketë mo. Vedem xhamin. Atëherë guys, unë po editoj video në këtë moment me motren. Hi guys, edhe atëherë në këtë pjesë që keni shikuar tani ku ju kam treguar situatën në Durrës, unë nuk desha me thonë që ka dalë ujti, pse tek mendja ime ka dalë ujti nga plazhi, por nuk desha me thonë këtë. Desha me thonë që ka ra shumë shi edhe ujti. U ka bë me një krejt me ujë. Po. Por nejse, këtë pjesën desha më ju tregu sepse na ka bërë shumë me qesh me kushërinë tonë kur e kemi parë. Edhe se prap na bën me qesh shumë, no? Sepse guys, shikoni situatën në Durrës. Ka dalë krejt ujti. Jo, s'ka dalë ujti. I'm sorry, but e dini, ju thash tani në këtë moment sepse pastaj nuk du komente, shif që thot kjo pa lidhje. Jo. Ja thash, është fani edhe do ja lej klipin. Ndoshta do bëhet meme, nuk e di, por nejse. Tani do ju lej tek video. Atëherë mirëmëngjesi, është ora 3 dhe ne tani në këtë moment po hajmë drekë. Kemi porositur shumë gjëra, në 3 vjet kemi shpenzuar gati 40 euro, që 40.000 lekë. 35.000 lekë e 20 lekë. 35 e 200. 35 e 200. Edhe pastaj do shkojmë tek puna daje, sepse jemi shumë kurioze për të shikuar kuponon edhe me çfarë merret, edhe pastaj do ju shpjegojmë bashkë me dajen ose me Andrin, edhe do ju shpjegojmë bashkë çfarë bën, me çfarë merren, edhe do jetë shumë interesante. Shikoni se që, me thëmë vërtetën s'kemi marrë shumë, pero që vetëm e gjë që kemi shtu janë këto edhe ato patatine si po grille kishin emrin, por na bëfte mirë.
Tani po shkojmë tek Daja, ka me vërtet shumë ftoftë. Që ma shumë se ftoftë, proprio shumë erë. Hello. Sono 30 capelli. Atëherë arritëm tek puna Dajes edhe shikoni kartë vizite, po më të dirim kështu. Po. E ka jemi Bounty si qokollatat. Në ka ardhur që i bje gjithmonë qokollatat Bounty punëtorëve. Edhe Hajde këtu. benzina duxhina Roberto. Na shpjego pak ç'a bo. Sepse Kam thonë, stëdorëse, e kompani transportësh, po. doganësh. Logistika. Shoqërime po shkollë për logistika. Ta marrim punto. Kompani transportësh e doganësh. Dhe transportin gjithë botën. Si global. Bëjmë procedura doganale. Quindi nëse keni nevojë, hajde krijt këtu tek Daja jonë. Këtu po keni nevojë, keni krejt informacionet, numrin e telefonit, ku ndodhet, edhe rruga, vabbè, krejt këto gjëra, telefoni, e-mail. Edhe gjëra më e bukur, unë besoj që është pamja, shikoni. Duket krejt deti. Andri. Volete l'acqua? Jo si, grazie. Ishte tura. Tu kemi edhe portin e Durrësit, duket çdo gjë. Po, jemi prap unë edhe motra, por pse kemi harruar me bërë mbylljen e videos. Sepse kemi shumë gjëra me bërë në këtë ditë. Shumë. Kemi sidomos video, shumë video, edhe i bëjmë lamshë, edhe disa herë harrojmë që ne gjatë video ne kishim filluar edhe fillimi tjetër pa mbyll tjetrin. Edhe kështu shkon puna. Na falni, I'm sorry, por video është super, besoj, unë po editoj edhe për vete. Na duket shumë mirë. Na thoni ju, na jepni një feedback, te komentet na shkruani diçka dhe çetrika më shkon shumë mirë. Po, nuk di çfarë lidhje ka, por nuk di pse, por e kam nga disa muaj. Po, edhe se kam veshur asnjëherë sepse nuk më pëlqente si më rrinte, por tani më pëlqen. Nëse sot kam heshur edhe shepiktë, por do dali vlogu ku ju kam marrë me vete, nëse. Edhe asgjë, neve do shifim me një video tjetër. Besoj që, një video tjetër në Tiranë do i ketë sigurisht, por nuk di, po kemi edhe dy video tjera, ose vetëm një video, tani do të shikojmë. Shkoni na bëni follow në Instagram, edhe në TikTok, keni linku poshtë në infoboxi, edhe shkoni na bëni follow në TikTok, sepse në TikTok kemi filluar me bërë live match, do me thonë sfida, on edhe Eleni, edhe sot kam fituar on shumë herë, kush na kanë ndjek sot, e din që kam fituar në shumë herë, por kur do të themi në Itali që do jemi tek shtëpia jonë, do të bëjmë sfida me dënim, do me thonë kush shumë do të ketë një dënim, edhe kush fiton do të bëj dënimin tjetrës, po, se kështu do jetë, ma fani, edhe asgjë, neve ju puti, love you so much and bye bye, bëni subscribe edhe aktivoni zile, bye!